të pas luftës, se sidomos këto 10 vitet e fundit, kemi një nuancë të bukur të ndryshimit të shijeve, të festave, njerëz po i kushtojnë shumë rëndësi edhe dekorit në çdo event, qoftë edhe një ditëlindje, qoftë edhe një fest shumë e vogël, po i kushtojnë rëndësi sepse mbi të gjitha aty ku je, ambienti ka shumë rëndësi edhe në energjinë që transmeton. Normal. Unë e tash edhe kur hina në studion e juve, kur e pash këtë renovimin e ri që e keni bo, janë shumë të rëndësishme, e ke pa edhe në shtëpi, domethënë edhe salloni kur him, do të me bo një lëvizje, një ndryshim të vogël, se është shumë i mirë për synin, po, se do që t'jetë, domethënë mas luftës unë e mave që ku më hi për 12 vjetë që mirëna me punën e eventeve, është shumë e rëndësi, po edhe njerëz, domethënë, e ke pas rënd kur të kish një jetë financiarisht, ose kur udhton më shumë, din më shumë se dikush që s'ka punu kur, edhe din më shumë se ai që udhton më pak. Merr kultura ndryshme, shihet ndryshme prej